Tani që u kthyem, dua që para se të kaloj në një tjetër moment, të ndalem pak në studio për të diskutuar rreth një çështje që u prek në të dyja rrëfimet që ne patëm. Të dyja vajzat treguan se në një moment të caktuar kanë menduar të bëjnë keq vetes. Tem kjo shumë delikate, ama me një rëndësi të madhe për të trajtuar e për të ndikuar tek persona që mund të jenë në një moment të vështirë sot. Le ta bërtasim se çdo gjë në jetë kalon. Nëse ndjeni të mbirë ngarkuar, të pa shpresë ose sikur po mbani një peshë shumë të rëndë për të mbajtur, ju lutem, dijeni këtë, nuk jeni vetëm. Ka ndihmë, ka shpresë dhe ka njerëz që kujdesin plotësisht për ju. Edhe nëse nuk ndihet gjithmonë kështu, më beso. Të zjatësh dorën është një shenjë fuqie, jo dobësie. Historia juaj ka rëndësi, jeta juaj ka rëndësi. Sot është keq, por nesër më besoni do të kaloj gjithçka. Ju lutem flisni me dikë, e duajeni jetën sepse dashuria për të e për veten shëron absolutisht çdo plag. E tani, kështu dua të kaloj tek kryefermeri që uroj të na jetë qetësuar. Na ka dhuruar muzikë, na ka dhuruar momente të bukura përgjatë kësaj jave që ka qenë në krye të detyrës, por tashmë që jam lidhur me arenën edhe pse unë nuk e kërkova, ai po më dëgjon. Kryefermer. O kryefermer. Yes. Më dëgjuat apo ju kisha thjesht në plan? Jo. Nuk më dëgjuat. Okej, po flisja për ty, për javën tënde si kryefermer, në krye të detyrës, si ka qenë? Mirë, shumë mirë. Me përjashtime, sepse du mi thonë, Kastros, më shajtë sa dush ti, sepse ti ke një bagazh kaq të bukur, sa të shajtë aq ëmbël, sa e pranon... Frederik, Riku, kur cënohet Zhaku pa diskutim cënohem unë, kur cënoheni ju pa diskutim cënohet Zhaku dhe unë dhe të gjithë publiku. Mendoj që nuk ishte reagimi dur aq më tepër për një artist të standardit tënd, ti je një artist standardit planetar, jo vetëm shqiptar. Ne jemi me shumë fat që të kemi aty brenda, por mos harrojmë Frederik që ti Mendoj si burri burrit që i detyrohesh një falje Zhakut. Pa diskutim qofse ajo e ka kuptu që unë nuk e kam hap derë me dashje. Dera ka qenë e hapur, as nuk e kam shpërthyer. A e të marrin vesh atë, atëherë kupton pse më tha mu të s'ke turp. Kështu se marr vesh unë gjen një derë hap, e shtyr lehtë. Unë i thash edhe më fal. Vogëlsira, do shohësh ritransmetimin pas X ditësh kur të dalësh dhe ti dhe nuk do të pëlqej vetja. Do më të diskutojmë të tilla gjëra, ta thash, mos bëhemi përsëritshëm. Po, po këtë reagimin mrapa është, reagim mrapa madhe që vjen edhe nga ana aktoriale edhe printe sajt tash i njofta, i di unë se kush janë, kanë qenë shumë në rrugë. Indita Gjata është një ndër figurat artiste më të respektuara që ka Shqipëria dhe jo vetëm. Asnjëri prej nesh nuk është i rastishëm këtu që nga Luana, Zhaku, unë dhe secili prej jush. Ja, po njëri reagon edhe për një lloj komunikimet pak grotesk, se unë Mirën e kam pas partner edhe në film, ndërsa Nardin e kam pas me Mia spektakle e gjara që ka qenë regjisor. Ata kanë pas një stim për mu, sepse s'kam treguar asnjëherë për ta që kam qenë different. Kështu që ajo e ka marrë më falin vetëm pse është bie tyre. Kaq. Veti hapni temat dhe pastaj nuk i përfundoni. Okej. Kryefermer, më lejoni të them që 2 mandate i ezaurove, jashtë 8 sat që e kanë shpikur këtë patent, kanë vendosur që 3 mandate mund të kesh në gjithë rrugtimin tënd, total, kështu që dhe nuk mund të zgjidhësh 2 radhazi, kështu që kjo është pak po e sigurt ti sonte nuk je kryefermer më. Unë i kam bërë dimensionet e mija, me kohë. Edhe një I kam marrë breshkat e tëra, i kam qute... Edhe një shans ke, kështu që do shojmë kur të bija i shans. Frederik, unë dua emra, eksakt edhe shpejt, kush janë më punëtorit e asaj ferme, si pas teje, dhe kush nuk duan të punojnë fare janë super dembel. Dhe gjumash. A fillojmë ata që s'du me punu? Nga dushti. Do keme fillu nga e keqa sonte, Frederik. Filloj nga e mira, Frederik, sonte. Si doni, normal. Ne, qëllimi në fundit është që ne t'japim pak kulturë dhe edukat, dhe një punë që është konvencional, nuk është punë shu 8 orë, si që bojnë ato fermerët e vërtet. Ne jemi
pseudo-fermer që kemi mësuar shumë. O Frederik, o shpirt, o superstar. Emrat, të lutem emrat. Mos më prek se më konda. 3 më punëtore, 3 më dembele, të keqen Mos më prek se më konda. E kuptoj, ta ka ënda. 3 emrat më punëtore, 3 emrat më dembele. Unë kam shoqen time, për shembull, që më llim se është si goca ime, Casey, që ja kam këtë javë ja kam pakzu me Miss Gjumi. Casey të dembele domethënë. Dhe më thanë, është e vogël në por rritit, edhe gjithmonë e ka bërë punën më vonë, po është zgjuar me vonesë. Numëri 2, kam edhe ganin që është pak gjumash, është ju rritë edhe gania, po zgjot pasaj mrapa është i papërtuar, nuk i zën vendi, pantalonat nuk i zën vend. 3, Alba nuk është përgjigjur shumë kërkesave, ka bërë që ka dash vetë, sepse dhe më thanë, oramai, thonë të italianë që din italishten. Oramai. Oramai. Lo sappiamo chi è. Roba, ti chiamo. Sì. Ma sì, tell me something. Kalova English fare. Yes, I can tell you whatever you like. So. No, con te Palina, thuaj 3 më të mirë, 3 dembele të mangdesh, 3 voglio të parlare mirë. italiano con te. Për më të mirët, më punëtorët tu, është Ylli, Faleminderit. Po, Andrea, është edhe Limi i papërtushëm, se ka rolin që dhe më shku, ka 3 javë që më thot edhe 7 ditë rri, a ka harru që unë di me numru dhe në 7. Punëtor i mall është Big Mama, për shumë që nuk... Big Mama në majmë mend vetëm nga mrapa, tërkojt të kuzhina. akoma gatuan çdo ditë ti moj. Për ditë, për besë. Ate të tanë tjerë, dishka mundon me ba, Po, edhe Daniela ka sketa si. punu. Dakor. Po, ma punëtori. Pasticcia, Më punëtori kush është? pasticcia Frederik. Harrova. Jepi krye fermer. Harrova dhe Elinaren, edhe e cila, edhe pse ban një 3 orë me gjërat personale, njes, por ama vjen pjesën tjetër edhe ban 6 orë në punë aty. Kurse, ma punëtori gjithve, pa përjashtim, kam shokun tim, Erandin. Eran, po, pse shprehesh që Frederiku duhet t'japi dorëheqje nga krye fermer? Sepse Frederiku është në pikpamjen time shumë liberal, shumë, si thush, tolerant për gjëra që sigurisht duhen bërë. Dhe thotë, se bën kjo, mirë se ta pa e bën kjo tjetri. Ama që ta pa e bën kjo tjetri dhe gjitha ato që zjedh Frederiku janë në gjumë, pas taj vjen edhe ajo kurora e madhe e atyre që nuk i binden, që është Mbretëresha, shefja e produksionit, Aga Lesha, që thotë, unë do punoj që du unë, edhe s'më intereson t'i fare, për të cilën nuk ka asë. Do eqin Frederikun, do s'ledhi me Metshehun, da shi që t'u shkatoj. Jo, e kemi me Metshehun, po e kemi versioni femër. Po lojesh, më bu Ashtë pak e vështirë, Luana, më fale. Po. Ashtë pak e vështirë, sepse unë jam pak ma gati si baba i tyre në mosh. Edhe unë më në gjithë më fëmit e mi, si zjojnë, kur ata janë të lodhur, dhe kanë në i mjes zgjuar. Dhe këto e bën në mënyrë të parapartë me të gjithë, sjellje njësoj? Përgjithësi si mas karaktereve. E kam kuptuar, okej. Mirë, qartë, më rëndësirë që jemi kështu, të vërtet. Po iki tani nga ju? Ku do vesh, moj? Do iki nga ju se nuk s'keni energji të mirë sonte. Ua! S'm keni për qesh fare.